Selam aleikum hoxh. Motrave që janë në kërkim të martesës, por e kanë vështirë të vendosin e vitët thot po ecën. Aleikum selam rahmatullah. Kur janë të reja, thojnë jemi të reja. Kur i bëjnë do vjetë, fillojnë me qitë kushte të i mase. Na i themi, rënë, pretne. Pretni se ka marrë me të lypë princi me kalin e bardhë. Prete, i ban 30, 40, edhe masana të të merë dikosh. A dini cili është prioriteti juj, pse keni vështirë me vendosë, pse? Ti mund me më thonë mu, lejtë e ke, nuk e kam lejtë, se dhe unë e kam fëmi. Bile ndoshta ma vështirë për 99.9% t'juve unë e kam. Ama kjo nuk është sebeb që na mas mi martu fëmijët tanë. Tush me qitë prioritet atë që ka qitë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prioritet jyti është dini Allahit. As pasunia, as kur gjë tjetër, dini Allahit. Nëse ikni këtij prioritete dhe kaloni të lyp prioritete tjetra, kur s'keni me pas ratlak, kur s'keni më qetësu, ka me dalë gjithmonë një sebeb që kam ju prish. Mësë këqyr shpinë, mësë këqyr pasunin. Ato janë dorës dytë. Që është prioritet? Pse s'un vendos ti? Këshyre një djalë që është fetar, këshyre një vajzë që është fetare, gjana tjera krejt janë dorës dytë. Edhe kur t'ju vinë shansat, pse i refuzani? Pse ju rritët menja? A dini që vajzat që ju ka rritë menja dhe kanë zgjedh, kanë metë pa martu? Moshën 20 vjeqare, kryje këtë muhabet. Kur t'i banë buri 20 vjetë, 22 vjetë, du të më konë gjësh. Ani e ka jetën akoma, jetan, zëmëdhan që o plak, ama o bo gjësh. Djali 30, 35 vjetë, ka pas mundësi, ka mundësi, vajza, ka mundësi më martu, zgjedh. A di një prej budallakive që neve në indëgjojmë. Hajde me dalë mu pa me djalin, vajza thot jo, se nëse i tham jo, mos përprejke emocionalisht. Pse ti pe shpis për njës këtë fjalë, këtë bindje, që në shtatë du të mi thonë jo. Kërkuj mos i thuj jo, me të parën, nalu, analizaj sanët, këqyre, a ja vlen, as ja vlen, pastaj nëse ka nevoj, thuj jo. Ani, rëne. Në vend mi pas, mrena 100 vjetë, 3 gjenerata, 4 gjenerata na, kemi 2 gjenerata. Nuk është në rregull kjo. Mos e njekni trendin e jo muslimanëve.